para janë, ata të mitë krejt janë martu me dashni. Veç unë që kum shku në qëtë familje, po kur se kena menu me ditën e pare, kena di që jem të shku që aty edhe mret ty kërkosh nuk të banë si që shkojsh. Do të me kriju një farrejti, tani mu bo mbretnesha e shpis. E tash të jonë shtë ma në ryshe se qikat e reja shkujnë, që shme thonë, me atë menjen që veç unë, me familje nuk dojnë, me vjehri nuk dojnë, edhe linë konflikti, edhe sot ju përzi sot kërkush, po veç me burrat vetë nuk ratohen. Se son pyetje sot vjehria nuk di që dikun po përzije, nuk shë, që sa e drejtit jo. Nuk se të bojnë shka dojnë, po kokëforcia pak, shka po di. Po nashta edhe e mashqeve, po muj me thonë bashkë edhe e femnat, po në këtë aspekt pisha femnat pak ma që unë nuk jam për mi shkel femnat, edhe gjithmonë jam zoni femnat. Që me fole, me dikt, po do të me dikt pak edhe kur ki venin. Ku është pak stopi që nuk banë ma të tje me shku dhe do të më nalë. Kosova është e pasur me shumë bukuri natyrore. Duke përmendur këtu edhe fshatin Budakov që shtrihet buz bjeshkëve të bukura të Jezercit. Banorja e këtij fshati, Haxhire Palushi, duke rrëfyer për ne, vën krahasimin e jetës sot dhe kohës kur ajo ishte e re. Faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë. Me na marrë edhe një më na po në përshatra qysh po jetojmë edhe qysh po kalojmë, faleminderit shumë. A më shumë folë pak për fëminin tonë? Ku ke jetu? Kam jetu në Greqevës, është nga këtu Budakovës, ku jam e martune, kam jetu me prind, gjyshrit nuk kam arrit mi pa gjallë, jemi 6 motra dhe 3 vlezër, na kanë rritë. Kushtet normal që nuk janë kanë atë kohë shumë ashtu të mira, po edhe shumë nuk janë kanë ashtu, nuk e di, kena pas lumturi shumë. Dashni kena pas shumë, jemi dashur me zveti shumë, i kena ndihmu një tjetrit shumë. Vllaznive sidomos shumë ju kemi nejt gati dhe i kena ndihmu shumë, ma për narën më s'folëm. Për para janë marrë me bakti qështu, me bakti, me fush, me qështu një vlla, me bujsi. Dikura, mas një kohë, kur u rritën vllaznia mdhaj, njani shkoj në Beograd, tani tjetri filloj me kalu në Zvicër, që se kena ma, na më ngën shumë, a i na i ka hjek që shtojnë fukarallakin e hjekat prej shpijës, që a i në Zvicër. Tani edhe vllavi vogël edhe a i ka punu shumë, edhe a i kaloj në Zvicër, nuk kemi hek. Tani jam martu 21 vjetë këtu. Me ka një konë ma e lidhën me vllaznia, me motra? Me thonë drejten, me krejt jemi kanë diqysh shumë grupë me zveti, po me një motër jam jashtëzakonisht e lidhën e ma shumë, se krejt i kam, po ato kam edhe motër edhe shoqe edhe gjithë shka. Me cilën? Është mas meja, ajo e 4. Se me krejt kemi raportet mira. Nuk krahasohet jeta jonë, sa të lidhën jemi ka me zveti, me vllaznia dhe me motra, tash nuk janë bash ashtu. Pse po mendon që largu njerëzit? Nuk e di, koha pak, nuk e di veç nuk është ajo respekti, ajo dashnia si përpara, që jemi kanë na edhe sot, unë para vllaznive të mi edhe krejt motrat na kryte ul me gjithë dhe kem shumë respekt për ta. E tash janë vajzat pak ma kokëfurte, pak ma nuk janë bash ashtu, që me ndëgju bash shumë. Periudhën e shkollimit, ku e ke kalu, qysh e ke kalu? Periudhën e shkollimit jena kanë zonë se krejt shembullor, po kushtet nuk janë kanë, trafik s'ka pas, s'ka pas, me shku në shkollë edhe s'kena mujt me shku në shkollë. Vetëm klasën e 8 vajzat e kemi kry, djemë kanë shku pak ma shumë, po nuk kena mujt me u shkollu aq shumë, sa kemi pas kapacitet. A je mërzit kur të kalon? Shumë. Jam kanë tepër, thuja se me rënë depresion prej mërzis që s'ko mujt me shku në shkollë. Edhe kum di që s'ka me shku në shkollë, po kur libra si kum hek pidore dhe kur jam martu, prap kum fillu me lexu, hiq më s'monal, se kum pas shumë arak shkollimit. Tash për shumë kohëve sodit, kushtet janë e krejt janë, po fëmija qatë shumë ka ra arsimin të gjeneratat e reja s'më shme marrë me menë.